LDK-ja po kraj luzët që i përfshim procese ku janë vendimarrëse, procese që ka me kalu Kosova, pasi që procese që janë trana. Nuk ka me konë e letë çështja e Zajednicës. Nuk ka me konë e letë pasaj kufit, sankcionet që kem edhe çështja që ke pyetja e parë. Është çështje juridika politike. Çështja është kërkput politike. Politike, po. Për shkak se nuk ka parti politike opozitare në botë që të jap gjys vote për me zgjedh kryeparlamentarin, po edhe një zavendës ministër me pas me vota sa zgjedhin. Kërkon në Evropë, në vende demokratike, nuk të jap votë kërkosh fal. E vota, këta që ka po thojnë me ble me peshku, që kjo është korrupsion. Nëse blehet në Kosovë, nëse pagu deputeti mi votu dikan, është vepra penale keq përdorimit pozica, po tash të politikanës për ditë la vepra sakt, mirë po do të me fillu hetimet. Nëse lidhet koalicione, sa aderon deputeti, është legale. Mirë po, tash ka kam pru punën deri me shku në gjykatë kushtetuese, është një fenomen jashtëzakonisht i keq. Ne kemi një kushtetues shumë të mirë, e kemi ligjin e Kuvendit shumë të mirë edhe kemi ligjet. Mirë po, nuk ka në vend botë që shkruan se cili detaj në ligj. Janë uzimet administrative rregullohet, po nuk rregullohet me ligj gjithçka. Po, e qartë. Një pjesë e asaj se kompromis. Edhe të komunikimit politik. Përdryshe, unë do dua t'i shkoqis një pjesë të deklaratave në televizionin publik të zotit Kurti, natyrisht për ta kontekstualizuar gjithë këtë zhvillim. Dhe shkojmë me materialin numër 3, kur thotë zhbllokimi bëhet, dhe nëse i referohet pjesës e opozitës e deri djeshme, thotë nëse ata janë sigurt, ne ta provojmë me votim të fshehtë, edhe shkojmë e shohim kush e ka qeverin, kush mund ta bëjë qeverin ose kush s'mund ta bëjë qeverin. Treshi. Nesër nuk është në pyetje albulena, që është propozimi ynë, por është në pyetje pikërisht komisioni për votimin e fshehtë. Nëse opozita janë të sigurt që albulena